Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është treguar rezervuar kur është pyetur për vendimin e gjykatës së kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit, raporton Kosova Press. Ajo tha se po presin publikimin e aktë gjykimit. Është ende veç njoftim momentin që publikohet akt gjykimi plot, ju thrasim prap. Jemi në komunikime me parti vazhdimisht, do të jemi edhe në të ardhmen dhe po shpresoj që sa më shpejt do të përmbyllet komplet cikli i institucioneve funksionale. Ndërkohë, kryeministri i tyre Albin Kurti ka zgjedhur të mos ia përgjigje në pyetjet e gazetarëve rreth asaj se si planifikon ta bindë opozitën për formimin e qeverisë së re. Kryeministri, si do ta bindë opozitën për mos po, një vend, tash do të më na kallëzu që shpëbën çojin kjo uje. Kujtojmë se gjykata kushtetuese në vendimin e saj të fundit ka konstatuar se Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk është konstituar. Vendimi që kishte marrë kushtetuesja me 30 shtator ishte ndaj ankesës së listës serbe.